Po ashtu, ju po harroni edhe një fakt. Nuk jemi na kundër Zotit Kurti. Zoti Kurti ka qenë shumë kundër neve. Kundër neve në çfarë aspekti? Në gjitha aspektet, kundër opozitës me gjuhën ma banale. Do të thënë, natën e fundit të zgjedhjeve kur ndalën rezultatet, ju e marrin mend çfarë gjuhë ka përdorur në shesh. Do të thënë, një kryeminist që me qeverisë me Kosovën, ai bën thirrje për unitet, thirrje për bashkëpunim, thirrje për partner, nuk bën thirrje për ofendim. Edhe me nxit shoqërinë, e ka polarizuar shoqërinë skajshëm. Unë mendoj që këtu është problemi kryesor, edhe nuk ka problemi vetëm te bashkësia ndërkombëtare. Na probleme kemi edhe shoqërinë në Kosovë. Sepse në parlament gjithë deputetët gjithë rrinë bashkë. Ndërsa popullin e kemi të polarizuar skajshëm, domethënë për shkak të gjuhës liderit. Dhe pastaj kur vjen në fund ditës, edhe ne kemi një përgjegjësi para atyre votuesve që na votojnë. Nuk është vetëm vullnetin individual se çka ka dëshirë Daudi sot si deputet. So i kom një plot njerëz të thonë pse s'pe japni këtij, pse s'pe japni atij. Unë llogari jap votuesit që ma ka dhënë besimin. Dhe unë kur kom kërkuar besim, nuk e kom kërkuar besimin që do ta votoj Albin Kurtin. Unë e kom kërkuar besimin se do ta ndrojmë qeverisjen. Kështu që edhe në tarmen, shumë përgjegjshëm kemë qenë, edhe besoj edhe kolegët e mi deputet, se ne do ta mbrojmë çat qendrën për cilën e kemi lyp besimin. Kështu u mundova me koni qartë se nuk do të përdorim gjuhë fyse as fjalor fys, se ne po kritikojmë pastaj vetë pe e përdorim. Nuk jam i interesuar as për safërmi, edhe mendoj që kjo fushat shumë i shkon e udhës me kon me ofertë, me program, me kandidat serioz, me debat konstruktiv, me plan program konkret për tema të caktuar, që unë i mora materialet kishe kemë folë në isan edhe për tema, po si do qovë, Këto tema janë.